diskutuar rreth mundësisë ose jo të një mandatari të ardhshëm përfundoj, dhe ajo që është më e rëndësishme nga ky takim u bë qartë që askush nuk mundet me kriju shumicën e re parlamentare bazuar në legjislaturën aktuale. Do të thotë së paku 52 deputet të përfaqësuar nga 4 kryetarë të partive shqiptare dhe disa nga partitë minoritare, edhe në takime kanë bërë qartë që nuk janë pjesë e asnjë shumice, gjë që matematikisht e bën të pamundur arritjen e shumicës së re parlamentare, dhe besoj se kjo do duhet të ishte e mjaftueshme që sot edhe presidenti i vendit të vinte në një konkludim të tillë dhe pastaj të vepronte në drejtim të shpalljes së zgjedhjeve, të cilat tashmë deshëm apo s'deshëm janë të imponuara. Dhe në fakt, për një situatë të tillë ka muaj që si Parti Demokratike të Kosovës kemi diskutuar dhe kemi paralajmëruar, por në këtë moment rruga përpara është vetëm shpallja e zgjedhjeve. Normalisht në këtë takim ne e bëm qartë edhe qëndrimin tonë që përkundër përpjekjeve të mëhershme për të bërë një qeveri bashkë me partitë që ishin në opozitë në kaluarën, nuk kemi arritur një gjë të tillë dhe rrjedhimisht imponohet shkuarja drejt zgjedhjeve të parakohshme, por po ashtu kemi kërkuar që kjo të ndodhë sa më shpejt, duke pas parasysh që Kosova ka nevojë për një stabilitet, ka nevojë për institucione legjitime, për kuvend funksional dhe për një qeveri të re. Po ashtu çështjet që ndërlidhen me miratimin e buxhetit, me miratimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare tepër të rëndësishme, sidomos siç është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor i Bashkimit Evropian, janë tema të cilat vërtet do duhet që të trajtohen shumë shpejt dhe normalisht do duhet që të bëheshin nga një kuvend i ardhshëm dhe nga procedurat të cilat mund të zbatoj një qeveri legjitime e që aktualisht një e tillë mungon. Megjithatë, shpresoj shumë që më së largu deri me datën 5, edhe në kuptimin formal, zyrtar, kushtetues legal nga ana e presidentës, të merret vendimi i cili e përcakton edhe shpalljen e datës së zgjedhjeve, dhe sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës ne konsiderojmë që e diela e parë që është brenda afatit kushtetues duhet të jetë edhe data e zgjedhjeve të ardhshme. Sikur deri më tani. Shikoni, zoti Kurti na ka humbur një 8 muaj të fundit me manipulim, me mashtrim, me taktizim, dhe tash po i kërkon edhe disa ditë. Ai në mënyrë kundërligjshme sipas gjykatës supreme është duke vazhduar që të jetë në zyrën e kryeministit të Kosovës dhe duke marrë vendime të cilat nuk janë pajtim me ligjin, duke përfshi edhe miratimin e buxhetit apo projekt buxhetit të sotëm, dhe konsideroj se vetëm zgjatja e kësaj situate është arsyeja themelore, sepse është e qartë që as nëndrat e tij më të mira ai nuk mundet me bëj shumicën, gjë që për herë të parë ja u kam thonë pikërisht në kuvendin e Kosovës më 17 prill. Nuk kam ndonjë vlerësim kështu të rëndësishëm për sa i përket qëndrimit të tij. E mor fjalën dikur ka gjysa e takimit, po nuk është që tha diçka konkrete, përveç që tha ta shoh pak a ka mundësi, as ka mundësi, duke lënë me nënkuptuar që dëshironte me i pas edhe disa ditë për me zgjatë këtë agoninë cilën na ka fut prej fillimit të këtij viti. Pritshmëritë e Partisë Demokratike të Kosovës janë me fitu zgjedhjet e ardhshme dhe po ashtu me udhëheq qeverinë e Republikës Kosovës, me pas një kuvend funksional, me pas një shumicë të mjaftueshme, e cila ja bën stabilitet, dhe po ashtu me u bë qartë atë tentim kërcënimin që zoti Kurti po bën sidomos partnerëve minoritar, nuk do të ketë zgjedhje në prill. Nëse kemi zgjedhje tash, unë jam i bindur që këto zgjedhje do ta prodhojnë stabilitetin për 5 vjet e ardhshme, edhe me zgjedhjet presidentit apo presidentës, edhe me qeveri, edhe me gjitha.